vetëvendosje, ndërkohë që në anën tjetër ne si parti fituese e dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, kemi shfrytzuar thjesht një të drejtë tonën për të propozuar kandidatin, siç edhe na ofron Kushtetuta e Republikës Kosovës, dhe nuk besoj që është problemi tek emri cilin e ka propozuar Lëvizja Vetëvendosje, dhe prandaj nuk mendojmë që ne duhet ta ndryshojmë emrin. Unë mendoj që problemi këtu është kredikun tjetër dhe po shfrytëzohet kandidati i propozuar prej Lëvizjes Vetëvendosje që të mbahet edhe më tutje situata e tillë siç është mbajtur për gjithë këtë seancë radhëse. Nuk e kemi shfrytzuar sepse zonja Haxhiu e ka mbështetjen e plotë edhe të grupit parlamentar, por edhe të strukturës në vete për të qenë kandidate e Lëvizjes Vetëvendosje për kryetare të kuvendit. Pra, nuk po flasim për një emër që e kemi dëgjuar së fundmi në politikë, po flasim për njërën prej aktivistëve të para të vetëvendosjes, gruan më të votuar në zgjedhjet e fundit parlamentare, ndërkohë që po ashtu ministre në detyrë aktualisht, po ministre e drejtësisë për 4 vite radhazi, dhe të njëjtën kohë hece e grave në Lëvizjen Vetëvendosje, pra ka një të shkuar të bëjshme politike, një karrierë të suksesshme politike, një figurë e cila e përfaqëson Lëvizjen Vetëvendosje, dhe me qenë se dhe jemi parti socialiste, kemi menduar që këtë post ja japim një gruaja e cila plotësisht e meriton. Pra, nuk e kemi diskutuar ndonjëherë brenda grupit parlamentar ose edhe brenda strukturave të organizatës që shiko se ndoshta edhe duhet ta ndryshojmë emrin. Opozita ka dalë me opsione, nxjerrni Konjusën, nxjerrni Shqipe Selimin, zonën Saranda Bogujevci. Po janë të pasinqerta, besoni këto propozimet e opozitës për mendimin tim janë të pasinqerta, sepse shiko kur i pyet disa prej tyre përse keni propozuar për shembull zonjën Bogujevci, thonë që po e kemi pa ul aty afër Glau Konjufcës dhe hajt po e propozojmë. Më thonë është e pasinqert mendoj unë kjo propozimi prej partive tjera politike, edhe mandej shikon, besoj që duhet mësohemi që t'i respektojmë propozimet e njëra tjetrës. Do me thonë si subjekte politike, le ta respektojmë propozimin e secili subjekt politik. Dhe këtu po dua të them që let respektohet propozimi i subjektit fitues, Lëvizjes Vetëvendosje, cili po shfrytëzon të drejtën e vet për propozuar kandidatin, sepse në fakt është i vetmi post i cili ekskluzivisht i takon partisë fituese. Postet e tjera mund të jenë Askush s'po thotë që s'është juaj. Megjithatë, mësohemi ta respektojmë, sepse nëse hymë në një cikël të dëshirash për atë se kë duhet ta propozojmë për kryetar dhe kë për nën kryetar, mendoj që do të përfundojmë me përfaqësues në një kryesi kuvendi e cila realisht nuk i përfaqëson partitë politike prej cilave vijnë ata, sepse ne po përcaktojmë LDK-s e PDK-s, ata po na